Mirëmëngjes të dashur miq dhe mirë se erdhët në Vila 24. Qerë se ne shohim me bishtë të syrit njëra tjetrën kush do flasë para. Mirëmëngjes. Si e ka sot? Faleminderit, mirë. Gëzohem dhe unë që kam dhe ty shumë mirë. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te këndi joni gatimit për të parë receta që do përsillim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë sot. Do të bëjmë një musaka tradicionale, faktikisht, sepse dhe mënyrën e pregatitjes, edhe për punën e beshamelit, do të jetë ajo e tradicionales. Dhe mos të themi musaka greke apo pastiço greke. Jo, sepse edhe ne e kemi musakan ton, nuk është se kemi ori. E di që për musakan ka një debat në lidhje me me origjinën e kësaj recete, nëse është shqiptare apo greke, po më duket se varianti grek ka patollxhanin, varianti shqiptar më duket se nuk e ka patollxhanin. Nuk di nëse po e gabim, po e di, e kam lexuar diku që ka goxha debat në lidhje me këtë recetë, si dhe shumë të tjera. Dëgjoj, tani klasike janë, jemi si thua komshi, kemi marrë dhe kemi dhënë, domethënë ata kanë huazuar nga ne dhe ne. Ne kemi marrë patollxhanin, ne kemi dhënë patatën dhe kemi bërë musakan e të gjithëve. Nuk dhe ne e përgatisim dhe shumë kohë, do me thonë, imagjino, do me thonë, 84-ën që kam qenë në shkollë, të ushqimin social, unë e kam mësuar që atëre musakan. Do me thonë, ka qenë. Nuk është se e mësuam sot. Gjithsesi, neve të dashur Anvisa do të pregatisim sot dhe do të pregatisim, do të tregoj hap pas hapi mënyra se si bëhet një musaka që të lëpini tuash gishtat, që bëhet shumë e mirë. Në radhë parë, duhet të kemi patate, duhet të kemi kunguj, edhe patollxhan. Të gjitha këto është mirë, o t'i pikni në furrë, do me thënë, t'i reshton dhe t'i pikni në furrë duke spërkatur me pak krip edhe me vaj, ose në tigan do të bëhet një skuqje, do me thënë, e lehtë. Dhe patollxhanit të mos lidh vaj, ua kam thënë dhe herë tjetër, do ta vendosni në ujë të bollshëm me ujë edhe me krip, madje shtrini dhe pak limon dhe ajo e ndihmon që mos të thithë në ujë. Në momentin që i merrni, domethënë dhe i vendosni për të skuqur në tigan me pak yndyr, filloni dhe i pikni, jo nuk më pëlqen në fritez. Kjo është ideja, sepse të rrithin shumë vaj. Nëse do i bëni në tigan. Unë në tigan i kam bërë dhe nuk më kanë thithur fare vaj. Dhe ju a them këtë që nuk është, më thënë, kjo. Ikën këto janë perimet që do të na duhen. Gjithashtu, unë do të përdor qep, do të përdor karot, do të përdor domate të freskëta, një lugë domate salc, këtu, tek erza. Se e të dyra të domate salc? Po, do me thënë, domate, si e thonë pelte, domate salc, jo, është domate Domate e freskët e grirë dhe salc koncentrat, kështu? Ashtu. Edhe këtu kemi mish të grirë. Me që pam këtu poshtë është arë moskati për punë e beshamelit. Kjo po mos të ngatrojmë të themi më mbrapa. Tani, për aromatizues, unë përdor edhe gjethe edhe kanel, për shkopin e kanelës e lë vetëm 5 minuta sa për të më nxjerrë atë aromën, jo të më rëndoj, thjesht më të më aromatizoj dhe të më japi atë ëmbëlsinë dhe shijen e kanelës. Gjithashtu, hedh piper të kuqës, speci, piper të zi dhe mix erzash për t'i dhënë një ekstra shije. Dhe kjo bëhet kur nuk kemi mish të bollshëm, shtojmë një, si thua, një shtesë tjetër për të aromatizuar atë sapsën edhe për shije. Gjithashtu, mund të shtoni edhe një majës rigon, i shkon, do me thënë, edhe bëhet ai kombinimi i mirë dhe bëhet shumë e shijshme. Tani, për beshamelën do ta bëj klasike, sepse beshamela që është, por para se të shkoj aty, le ta filloj këtë që t'i vendos, edhe ka mënyra, do me thënë, që vendosim dhe ka përdisim mishin të parin, por që mishi të mos të bëhet kokra, do me thënë të na marja të si tua formën e mirë, unë i hedh me njëherë edhe qepën edhe karotën. Do mbaj hudrat, sepse e di pse kam lënë aty, duhet të regoj. Tani një sekund, nuk e nis me qepën, si çdo përgatitje tjetër? Jo, nuk ka nevojë, do me thënë, mishi grirë, ja e hedhim kështu, edhe nuk hedh vaj në fillim fare, lëngëzon qepa, nuk është si mishi i zakonshëm, mishin e grirë duam këtu që të thërmohet, nuk është ai mishi që themi që mos hedhim krip në fillim fare, sepse forcohet e bën. Tani ne duam të kundërtën, duam që të mos, si thuash, qëndroj kështu. Po, të qëndroj but. Kështu që edhe qepa, edhe karota e ndihmon. Fillimisht, e lëm që të na bëhet, do me thënë kjo, ka vërdisja e parë dhe do të shtojmë këtu erzat me radhë. Tani, për punën e hudrave, hujlash, i kam këtu. Do t'ju them që hudrat, ka raste që hudrat kanë një embrion në pjesën e brendshme. Edhe është mirë që t'i heqim, sepse ata që kanë probleme me stomakun,
e dëmtojnë shumë, sidomos kur përgatisim të arator, duhet me pa tjetër që të hiqen. Që hajt hudra kështu e pagatuar e gjallë. Po, duhet që të hiqen. Edhe tjetra, nëse doni pastaj që mos të ndihet shumë hudra në gatim, i heqim këto të dyja, se është embrioni hudrës edhe na dëmton tek stok, për ata që kanë probleme me stomakun. Dhe i hedhim kështu të plota, që të ndihem atë hudrën aq sa e duam, me thënë mos të jetë shumë e theksuar. Dhe në fund fare kur e edhim që bëjmë ato shtresat, i heqim pjesën e hudrës nëse duam. Po. Gjithsesi për ata që e preferojnë hudrën në gatim edhe e konsumojnë, mund ta bëjnë edhe në copëza më të vogla. Dhe mund të mos e heqin, të lutem, se në një thelpi kemi vendosur, kështu që nuk është në një sasi e madhe, thjesht sa për të lëshuar aromën dhe nuk do të bezdis, plus që do të miksohet edhe me erzat edhe me perimet, kështu që shija e saj do të humpas pothuajse fare. Kemi prezantuar kështu vetëm recetën e parë që kemi nisur në këtë ditë të martë, ndërkohë do themi o kaç do bëjmë tjetër? Do themi, por para se të shkojmë atje, të themi që të lëmë edhe atë kohën e saj, pra do të bëjmë dhe një beshamel klasik themun, që do të bëhet me miell, me qumësht, me gjallë patjetër dhe masa, do me thënë, për 1 litër qumësht, duhet 100 gram miell, 100 gram, si to është gjallë, që do të tot 4 dhe 4 lugë të supës që themun. Luga e supës është, do me thënë, 4 dhe 4 dhe 1 litër qumësht. Nëse doni që ta bëni pak më të plot, të shtoni 5 lugë miell. Dhe 5, do me thënë, gjalpi nuk ka nevoj, por 5 lugë miell e do me patjetër që të bëhet me plot ajo nëse doni të keni atë shtresën e beshamelit. Musakaja si e do, si e ka atë të vetën? Janë 2 variante, është ajo që e bën, do me thënë që dua të më depërtoj ajo musakaja brënda në brëndësi, në shijoj edhe perimet, por ka që bëhet edhe ajo shtresa që tjetë 1 centimetër shtresa lartë, që të bëhet ndarja e stresave nga perimet me beshamelin. Arë moskati do të përdorim këtu, do të përdorim edhe djath kaçkavall. Djathi kaçkavall do të përdoret edhe ke beshameli, por do të përdoret edhe në përshtresa. Do të tregojmë mënyrën se si do të bëjmë që të bëhet tamam një si thua musaka e shishme dhe e plot. Do të përdor këtu edhe 2 kokra vezë. Të verdha do t'i përdor të beshameli, ndërsa të bardha do t'i hedh tek pjesa e musakaja brenda. Tek mishi. Gjella. Bushja, përgatitja, po. Edhe do të bëjmë edhe lakër. Do bëjmë dhe lakër sot? Lakër gjell? Jo, nuk do të bëjë gjell, do t'a bëjmë dhe këtë me beshamel. Lakër me beshamel? Që do t'a përfundojmë në furr. Dhe kjo bëhet shumë e mirë. Do me thënë, kemi qepë, kemi lakrën, kemi djathë, miell, edhe këtu gjalpë, krip piper, do me thënë, qumësht, këto janë. Me pak përbërë, edhe qepët besoj janë të kësaj recete, sa pak, do me thënë, kaq përbërës shumë e thjesht për të përgatitur, por shumë e shishme të konsumuar. Interesante. Okej, do t'a shojmë më vëmendje, sepse të sjellësh lakrën në një variant të ri, më duket kurioze, se përgjithsisht lakrën kati përveç se gjell apo sallat, nuk është se kemi në një variant. Byrek. Bëhet byrek me lakër? Po bëhet byrek me lakër, bëhet lakër me oriz, burani. Si s'bëhet shumë gjë. Po, u bën kallë, mirë. Unë mendoja se laka bëhet vetëm gjell. E pra, thash, gjell, salat edhe turshi, kaq di unë me lakër. Më falë se nuk dëgjova. Jo, s'ka që ta ndojë në salcën koncentrat. Filloj me këtë të parë. Ndërkohë, Kati ti kujtoj pak. Anila merr kohën. Atë doja të thoja, se mirë, lexojmë recetat njërë të parat, me qënë se i kemi me çfarë me goxha përbërës, le t'ju prezantojmë pak dhe pastaj t'ju njoh me produktet që ne do të zgjedhim për të përgatitur. Më fal Anila, kërkojnë vetëm një ndjesë të vogël, tani këtu shtoni edhe, sipas dëshirës mund të shtojnë edhe verë. Se ka njerëz që nuk e përdorin verën dhe nuk e duan. Është momenti që të shtoni një gotë verë, nëse doni, do me thënë sepse merr edhe një tjetër aromë, por sigurisht që edhe shkriferon mishin. Për momentin dhe unë sot nuk do ta hedh. Mos të thoni që edhe bëhet edhe s'bëhet. Bëhet me verë, por po doni unë aty të receta e kam vendosur dhe një gotë verë, por do ta hedh pa verë. Do ta bëni sipas recetës, ku keni edhe verën, ky është momenti për t'ia shtuar. Shumë mirë bën që e përmendëm. Mirë, le të shohim tani recetat në ekran. Lexojmë së bashku të gjithë përbërësit për të përgatitur musaka me beshamel dhe perime. Na duhen 4 patate, 4 kunguj, 4 patlıcan mesatar, 700 gram mish të grirë, 2 qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, 1 karot, 1 gotë verë, 1 lugë supe me salcë domate, pra ajo salca koncentrat, 1 lugë kafe me piper të kuj speci. Na duhen 4 domate mesatare, 1 shkop kanel, 2 gjethe dafine, 2 lugë vaj, 1 lugë gjallë, krip piper, pak rigon ose trumz.
Për beshamelin do të përdorim 1 litër qumësht, 4 lugë supe me gjalp, 4 lugë supe miell, 2 të verdha veze, 50 gram djath kaçkavall, arr moskat, 50 gram djath kaçkavall prap. Pse kemi dy herë djathën kaçkavall? Sepse është një që do të hidhet tek beshameli dhe tjetra që do të hidhet për shtresa. Në total është 100, që do të ndaj 50 me 50. Pra për shtresat e perimeve. Okej. Tjetra është lakër e bardhë me krem beshamel. 1 kokë lakër e vogël, 3 lugë supe vaj, 2 lugë çaj piper të kuq speci, 1 lugë sup me mix erzash, 1 qep, 1 lugë supe gjalp, 1 lugë supe miell, 300 ml qumësht, na duhet 150 ml pana, ose 400 ml qumësht dhe 100 gram djath kaçkavall. Okej, janë pak, do më thënë, do i kthejmë prapë, se e shoj që ju duhet një qik kohë ti fiksoni apo ti shënoni. Tani, ajo që unë vëre në të dyja receta ato që kemi shumë bulmet brënda. Kështu që, çfarë do duhet të zgjidhni njësoj si ne, kur bëhet fjalë për qumësh, gjalp, djath kaçkavall, gjiz, kost, dhall, kefir, plot produkte të tjera që janë në produkte të qumshit, sigurisht që ne vazhdojmë të zgjedhim Lufra. Është kjo kompania e cila na sjell produktet më të mira, super të shëndetshme, natyrale dhe që ne jo vetëm i konsumojmë që nga mëngjesi e në çdo vakt në vazhdim të ditës, por me to realizojmë edhe shumë gati të tjera, kështu që me këtë qumshën që mbajmë duar do bëjmë beshamelin sot, ku ndër të tjera do kemi gjalpin, djathin kaçkavall, pra janë këto produktet që japin shumë shije realizimit të tyre për një jetë plot të mira. E ndërkohë që do të doja të vazhdoja më tej, me qënë se është ende mëngjes dhe mëngjesi na do me energji, na do me proteina, na do me vlera ushqyese, na do të na bëj gati për një ditë me aktivitet që na pret në vazhdim, ndaj është Veza O Vital, ajo që na i siguron të gjitha këto të mira që përmbahen vetëm në një kokër vezë të vetme. Veza O Vital vjen super e freskët, vjen në ngjyrë të bardhe dhe të kuqe. Ja, ku e kemi këtë shportën në bukur plot ngjyra, ku ne i konsumojmë kështu të freskëta, por në të njëjtën kohë mund t'i përdorim dhe në gatimet tona dhe sot do t'i përdorim tek beshameli. Mielli Ola nga kompania Atlas vazhdon të jetë pjesë e gatimeve tona, e shtëpisë son të përditshme dhe tuajës gjithashtu, mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielli misrit i verdh apo i bardh, mielli integral, mielli farinap për përgatitjen e ëmbëlsirave, mielli bio me paketimin jeshile, plot variante të tjera nga kompania Atlas, janë të preferuara tona këtu në këndin e gatimit në Vila 24 dhe së fundmi do doja të përmendja ato që shijon gjithmonë shumë në çdo orar të ditës për një vakt të shpejt, plot shije dhe plot gëzim, janë salçiçet Vudi, salçiçet e pulës që vijnë shumë të shijshme, ku ndër të tjera është dhe varianti im i preferuar të mbushura me djath dhe nuk ka nevojë të shtoni asgjë tjetër. Një salçiçe Vudi, një paninë të ngrohtë dhe ja ku shijojmë një vakt të dite të shpejt. Dhe shumë mirë bëjnë që do ta shijojnë sepse vërtet janë dhe ato domethënë shumë të shijshme. Të shijojmë. Sa Anila lexoi ata sepse na bën zhurmë, kemi vendosur ujë që të ngrohet. Tani është bërë gati dhe tham që këtu ishte ai momenti që doni ta shuani me verë të bardhë. Hedhim edhe domaten të freskët. Pasi kemi hedhur edhe salcën. Do të shtojmë këtu tani edhe erzat. Të gjitha me radhë. Të gjitha që kemi këtu, të rreshtuara. Do t'i shtojmë edhe ujë dhe jemi në rregull. Pak domatja, do me thënë që të na marri 1-2 valë, do me thënë. Thamë që kanelën do t'a lëm pak, 5 minuta do t'a lëm. 5 minuta, do t'a heqim dua që të marrëndoj gjellën, dua aq sa të marri, do me thënë të nxjerrë atë shijen e mirë, po edhe tani mishin e gri nuk është se do t'a lëm shumë. Një 10 sa të bëjmë beshamelin është gati, nuk ka nevojë, sepse ajo do kalojë në furrë, nuk është ajo që themi të rrim ta ziejmë shumë, nuk ka nevojë. Është mjaftueshëm, një 10-15 minuta është shumë e mjaftueshme. Tani këtu do të hedhim edhe pak ujë të ngrohtë. Ta mbulojmë me kapak dhe do ta lëmë që të ziej. Ujë do t'i hedhim tani aq në mas. Jo shumë ujë. Perimet, si tham, i kemi kaluar një të skuqur përpara, të prerë të gjitha në fetëze, sepse do të shtrohen në tavë mbi njëra tjetrën, me mbushjen e musakas dhe me një shtres beshameli nga sipër. Tani e kemi gati, i vendosim kapakun dhe do ta lëmë që të ziej. Ndërkohë që sa të ziej kjo, neve do të përgatisim beshamelin. Që do të thotë, vendosim në tenxhere,
të saktë fillimisht dhe do të hedhim gjalpin. Gjalp, mjell, qumësh, arë moskat, pak krip. Ne do të bëjmë kështu beshamelin që do të na duhet për të jashtruar musakas nga sipër. Është mje... Prandaj po e ashtu se nuk dojtë... Jo, rënë qikë si tepër. 2 luk, themi, 2 luk. Ti qëndrojmë asaj që kemi thënë. Për masën që unë kam, sepse është tava me vogël, këton? Kur është me madhe nuk duhem të i rëndojmë gjërat, se thotë shiko tava e vogël. Ato masat që unë kam vendosur për një tavë më të madhe, një tavë mesatare. Kjo është tavë e vogël. Pra kështu që do t'jetë edhe mishi dhe gjitha të me thënë i kam ndarë në proporcione më të vogla. Shkrim gjalpin, na lëshon këtë aromën e mirë, dhe do të shtem këtu mielin, pra 2 luk të plota miell. 2 luk, mielli për çdo përdorim, besoj? Po, pa tjetër. E të razojmë, të ka vërdiset mielli. Po. Është shumë e rëndësishme të më thënë të ka vërdiset, mirë është që nëse doni për shembull qumshi që të bëhet sa më shpejt, mirë është ta kemi të ngrohtë. Por s'ka probleme edhe nëse hedhim të ftohtë, nuk ka asë një gjë, thjesht të vonon në lidhjen e beshamelit. Prandaj, kam parë do me thënë në recetat të tjera që vendosin një qep brënda me ca gonxhe garafil për t'i dhënë një aromë, tek qumshi që vendosin që të ngrohet. Mirë, nuk është se është keq, por mendime janë ato. Këto janë variante të reja, janë to shtesa. Por klasikja është kështu si po e bëjmë neve sot, që do të thotë e hedhim në këtë mënyrë. E rëndësishme është shumë këtu që të ka vërdiset mielli, sa ai të filloj që të marrë ngjyrën e arit, jo më tepër, jo të marrë skuqje. Ja, tani neve, edhe shumë e rëndësishme është e shikojmë që gjalpi duhet jetë që ta mbuloj mielin, jo të mbyt që mos të ke, mos të jeti shkëputur, të bërë një kështu duhet, masa e mielit edhe i gjalpit. Tani unë do ta hedh me sy, nuk ka problem, do ta shikoj. Hedhim një pjesë fillimisht dhe do ta shohim. Nëse ka nevojë tani, sepse nuk është se i poj mas, nëse ka nevojë që do me thënë bëhet i plot shumë dhe ka nevojë të shtojmë pak, ta ulim edhe pak gjellën, ka nevojë të shtojë pak qumësh, nuk prish punë, e hedhim më mbrapa. Dhe këtu do të shtoj një të verdhë vezë në momentin që do të nxjerr, sepse thashe po bëj gjysmën e sasisë dhe nuk e hedhim të plot, edhe të bardhën e vezëve do ta hedh tek pjesa e mishit të gri, do me thënë te salca që po përgatitim. Okej. Kështu dhe nuk na çojnë dëm dhe ishte mshi edhe ishte... Dhe ka një rëndësi, do me thëmë, pse hedhim brenda atje tek salca edhe bardha vezës, sepse nuk lejon, do me thëmë, të lëngëzohet salca në momentin që e hedhim që bëjmë shtresë. Është ajo lidhje që themi shpesh që veza kryen. E bardha luan rolin e allçisë. Është lidhje në çdo lloj gatimi. E forcon. Ndërsa e verdha sigurisht që i jep shije, në disa raste i jep ngjyrë, por sigurisht më shumë nga të gjitha kanë ato vlerat e tyre ushqimore dhe nuk është më ajo gjë që themi që e verdha e vezës është problematike dhe ka kolesterol. Jo. Veza është shumë e rëndësishme dhe shumë e rëndësishme. Madje ta fillojmë mëngjesi me një kokër vezë, nuk është gjëja më e mirë. Mënyra më e mirë është. Ja, dhe pak tani ti hedhim edhe armoskati, e shikoni që nuk u kokrizua dhe u bë një krem. Ja, e pat mënyrën se sa thjesht, do me thënë, bëhet. As kokrizohet dhe as ajo që të thuash është e vështirë për të bërë beshamelin. Dhe mos më thoni që e marë të razoj mielin, qumshin, edhe i hedhë bashkë të gjitha. Ashtu të razojt vetëm niseshtjen po mieli do me pa tjetër të ka vërdiset në gjallë për të bërë një beshamele mirja. Shikon, s'ka nevoj, do me thënë, as të shtoj qumash tjetër, ashtu me sy, është bërë ashtu si shduhet. Ky është kremi beshamel. është përftuar. Tani, shumë mirë duket. As qumësht, as gjallë. Tani do bëjmë lidhjen, apo jo? Tani do t'i hedhë vezën, do t'i hedhë pak gjallë. Djath. Lutem Manila më hap pak të këtu. Vezët, marrë një vezë tu. Po, kemi vezë aty. Do t'i ndajmë vezë, si shtam. Të bardha edhe të verdha. Do të shtojmë edhe djathin kaçkavall tek beshamele. Dhe do të fillojmë më pas të bëjmë bashkë perimet e skuqura. Nuk e di ku shikojmë, po pak këtu. Na shojnë, gjithandej na shojnë. E hodhëm dhe një që këtë
S'ka problem. S'ka gjë, ajo është e nxehtë edhe do ta pjek si thua ti Kati? Jo, nuk piqet. Nuk piqet. Nuk Po është i piqet. nxehtë ajo. Ja, nuk e di ku shikohem. Nuk është gabim që të hidhet dhe e bardha brenda, jo se është gabim, po është më mirë që ta hedhim tek pjesa e gjellës. Ja, shiko. Ky është kremi, tamam ashtu siç duhet. Po ta shikojmë dhe në momentin që do ta hedhim. Tani të hedhim edhe pak të djathtë këtu brenda. Se i jep shije beshameli. Po. Unë nuk i hedh as krip as piper. Nëse doni mund të shtoni pak piper të bardhë. I ziu nuk më pëlqen sepse Ndryshon ngjyrën. e ndryshon ngjyrën. I hodhëm atë ar moskati, është mjaftueshëm. E kemi gati. Kati, më kërkojnë që të kalojmë Ne do fillojmë të bëjmë linjën shtresa, tani. fillojmë me patatë në fillim. Do e vazhdojmë kur të kthehemi. Në Asgjë s'do bëjmë, duhet të largohemi tani nga kuzhina, do kthehemi përsëri. Mirë se u rikthyet miq të dashur, ne vazhdojmë të jemi live në kuzhinën tonë. Ne jemi live dhe ju pretëm këtu për të treguar ani se si do të veprojmë për punën e musakas. Me musakan të cilën e përgatitëm sot me patate, me kunguj të njom dhe me patlıcan. Këta janë përbërësit, gjithashtu kemi pasur mish, të cilën e filluam përgatitjen e mbushjes, do me thënë të kimas, si mund ta themi ndryshe, me mishin, me qepën, me karotën, të cilat i hodhëm të gjitha njerësh, i përzijem pa yndyrë në fillim fare, pa vaj, dhe me krip që të zbuten, të nxjerrin aromat, që mos të na krijohet kokriza mishi, të zbutet mishi. Këtu duam që mishi të zbutet dhe jo të forcohet. Më mbrapa kemi shtuar vaj, kemi shtuar një lugë salcën, më mbrapa mbasi kemi kavërdisur edhe pak salcën, shtuam edhe domaten pure. Thash që si pas dëshirës mund të shuani në atë moment para se të shtoni salcën edhe një gotë verë nëse e doni, nëse jo mundet të bëni edhe pa verë, por edhe vera i shkon. Më mbrapa pastaj salcën e tomates dhe aromatizusët që neve kishim krip, do me thëmë piperin e kuqë, piperin e zi, mix erzash nëse doni për t'i dhënë një ekstra shije kësaj salcës tuaj, si mund të them, dhe pasi kemi shtuar dhe këto ujë në masë të mishit, aq dhe i lëm kanelën, dafinën, ishin në erzat e preferuar, do me thënë që unë shoh që i ke larguar, Kati. Dhe i kam larguar. Tham për punën e kanelës, shkopit kanelës do ta lëni vetëm 5 minuta në vlim dhe pastaj do ta heqni. Kanelën e heqim të parën dhe tani në momentin që është bërë gati, aq një 15 minuta nuk ka nevojë, sepse do vendoset në furrë dhe aty do rri 35 minuta dhe sa do zihet. Ajo shpërthehet fare pastaj dhe nuk humbasin komplet vlerat. Kështu që 15 është mjaftueshëm për përgatitur të salcën e musakas. Kam shtuar thash edhe dafinën e heqim tani, ato 2 thelpinj hudhër të cilat këto i kam lënë kështu të plota nëse juve nuk e pëlqeni hudhërën brenda, thjesht lëshoj atë aromën dhe i nxini në momentin që e keni gati. Tani përgatitëm edhe beshamelin që ishte me 4 lugë miell, 4 lugë gjalpë, i trazojmë këto derisa ajo do me thënë të marrë atë ngjyrën e arit, jo të zverdhet, do me thënë të fillojë të skuqet. Aq të zbutet iki era e miellit, të aromatizohet. Shtuam qumshin në, thash, për këta duhet 1 litër qumësh për këto 4 lugë, e trazojmë derisa ajo të na bëhet një trajt të mpikse, të bëhet një trajt kremoze. Më mbrapa e heqim, shtojmë të verdhat e vezëve, të bardhat i lejmë dhe i vendosim këtu më njanë, sepse të bardhat unë i hedh brenda tek salca, nuk i hedh brenda tek ajo, beshameli, se ka raste do me thënë që nuk i jep atë, si tuash, shijen e mirë beshamelit. E verdha i jep një edhe ngjyrën e mirë, edhe shijen më të mirë, e lidhe edhe më mirë atë salcën beshamel. Gjithashtu këtu kam shtuar dhe ar moskati, edhe pak djath kaçkavall. Pra gjysmën e sasisë së djathit e hedhim atje, gjysmën do ta tregoj tani se ku do ta hedhim. Për punën e të bardhëve të vezës, sepse unë një kam këtu, e bëjmë një përzierje kështu dhe nëse kemi këtë salcën të ngrohtë, marrim pak nga kjo pjesa e salcës dhe hedhim këtu që të rregullojmë temperaturën, ashtu siç bëjmë edhe për rregullimin e asaj që e presim me vezë me limon. E trazojmë këtu. Dhe pastaj e shtojmë. Dhe pastaj e shtojmë në tenxhere duke përzierë dhe kështu nuk na pritet veza. Tani thamë përpara që e bardha e vezës këtu na luan atë rolin, domethënë lidhës, nuk bën atë shkëputjen e lëngut, që ndodh disa herë që shikojmë që ndahet lëngu edhe kur e lëjmë pjesën, domethënë të
musakan për më mbrapa, kështu që bëhet ky veprim. Ja, tani e kemi gati për të filluar për të përgatitur tavën. Për të shtruar në tavë. Po. Fillimisht. Pakës djathë kaçkavall në fund të tavës. Sa fort është mbyll me Anila? Sepse kjo ka një Kjo ka e mira, jo po. Këtu në formën e një... Po prandaj është bërë kështu. Lufra ka menduar që të rri produkti ka këtë zipin brenda, e mbyllim edhe e hapim. Ja kështu. Kur ne e duam që ta përdorim e hapim. Kur tani neve këtë faktikisht unë do ta fus lugën brenda. Mirë është kur nuk është se do ta përdorim të gjithë, nuk vendosim lugë brenda, se sido që të jetë, sado e pastër të jetë, ajo mirë, lugën ti të papërdorur. Jo, papërdorur, nuk diskutohet, sido që të jetë, prandaj thash që sido që të jetë puna duhet që mos ashtu tani. I vendosim e radhë, unë po e nxitoj tani, kështu, janë në këtë mënyrë. Fillojmë me shtresën e patateve. Patatja është ajo që duhet vendosur në fillim fare, edhe bëjmë, si thua, për të thithur edhe lëngjet, prandaj hidhet edhe patatja e para. Po, edhe është më e fortë, si perime ruan formën, sado që do të ketë pra shtresat të tjera nga sipër, ndërsa kungulli dhe patullxhani janë më delikat. Do t'ja hedhim të gjitha, me që ashtu, s'ka problem. Ja, u bë shtresa e parë. Prap unë jedhë, mos shikoni se ta bëjmë me dorë më mirë se i hedhë më shpejt. Po ne, do të mbarojmë ato pak. Ja, e hedhim kështu, me thënë i spërkatim. Ajo merë edhe shije. Nuk është hedhim shumë, ajo pak që hedhim, por na e bën krejt ndryshe. E llogarisim punën e salcës që ta hedhim në 3 shtresa. Madje edhe në pjesën e fundit do t'ishte mirë që të hedhnim. Të mbyllej me para beshamelit, të mbyllej me salcën. Me salcë. Unë nuk jam e asaj që të hedhë shumë, si thuash, pak. Shumë dushje. Po, nuk ka nevojë, se bëhet shumë e rëndë pastaj. Vazhdoj me kungullin. Kujtojmë që perimet ka kaluar një skuqje të lehtë. Ja, si që shikoni se sa e lehtë është, edhe s'kan yndyrë, shikoni dhe këtu që janë lëngje, dhe nuk kanë yndyrë. Prandaj them që është edhe mënyra e se si duhet që ti përgatisim. Kam edhe një këtu. Ja. Ishte fshehur një kungull. Ishte fshehur, ja. As këto patullxhanët nuk kanë yndyrë. Thash, pak limon në ujë të bollshëm me krip, i lëni të qëndrojnë për një 10-15 minuta dhe do keni këtë rezultat. Tani përsëri një spërkatje të lehtë, nuk e keni idenë se sa e mirë dhe sa e shishme bëhet, është një musaka speciale për të shtunave të dielave, por jo vetëm. Jo vetëm në fakt, se nuk është se kërkon dhe një... Edhe për ditë festive janë shumë të mira këto. Shumë të mira janë të tavat kështu, po. Një ditë lindje, një fest, një gjë. Na mbledh rreth tryezës familjare dhe shijojmë një gatim shumë të shishëm dhe të shëndetshëm. Është radha e patullxhanit, tani djathtë nuk po i hedh, s'ka gjë. Do ja hedh patullxhanin. Vazhdojmë me shtresën e patullxhanit, sërish pak djathtë kaçkavall. Po. Sërish mbushin që ka mbetur dhe në fund djathtë edhe beshamel. Dhe në furrë do të piqet me? Në furrë, në temperaturën 200 gradë, 35 minuta, aty, s'ka nevojë për më tepër. E dallojmë me sy, domethënë duket ajo ku ka filluar, domethënë që të marrë ngjyrë. Hedhim edhe këtë shtresën e fundit. Më pëlqen që ta kem, domethënë edhe të fundit urdhro. Jo, po shikoja që kemi diku te 7 minuta kohë. Tetrën e kam bërë unë gati, vetëm të tregojmë se si bëhet. Shumë mirë. Kështu që të vendosim edhe këtë, dua tregojmë ambisave dhe recetën e radhës. Edhe pse do e hedhim beshamelën, do t'i hedhim pak djathtë. Edhe djathin tjetër do t'a hedhim lart. E kishim të nisur pak, nuk është se odhëm të gjithë këtu, që mos thonë ambisat me pse mos të bëhet, tani do t'a hedhim këtu që mos t'a hedhim e lugë. Me që kemi tenxherën të vogël, shiko se sa kremi mirë që është bërë. Dhe ju thash, nëse ju bë kremi pak i plot, mund të shtoni pak qumësht, që ta hollojnë, do me thënë ta bëni në trajt kremoze, mos jetë shumë i plot.
Ja, në këtë mënyrë. Sa bukur ngjan kur fillon edhe rëshket kështu, ëh? Po. Edhe kur piqet, më pëlqen. Edhe futet në brëndësit atyre dhe lidhen të gjitha shtresat bashkë edhe me beshamelin. Edhe që t'ju them se sa shishme bëhet. Thjesht më vjen keq që ne nuk do ta shohim, më fal Kati. Se doja ta hiqja këtë. Të duhet më? Jo, nuk më duhet. Faleminderit e dashur. Ja. Nuk do e shohim të përfunduar të pjekur deri në fund se s'do kemi kohë. Por e sigur që e pjekur do të ngjaj akoma dhe më e shishme. Më e mirë. Si recet. Megjithatë, po ju kujtoj pak se ku na gjeni ju pak më vonë. Përveç se në YouTube, në Villa 24 dhe News 24, kur keni këndin e gatimit, dhe të gjithja videot që ne realizojmë çdo ditë live, më pas postohen pikërisht në YouTube në 2 kanalet tona zyrtare, dhe për recetat që ne për shkak të kohës në transmetim të drejt për drejt duan më shumë kohë, pra si rasti i Musakas që kërkon pjekje, na gjeni në Balkan Web. Pra aty ne presim. Kati nuk ikën, pa u pjekur Musakaja. Jo, pa tjetër. Ku do ta kemi? Ja, ku e kemi dhe Balkan Webin, me lajmet më të fundit, me të gjitha hapësirat dedikuar lexuesve që duan të informohen dhe argëtohen në të njëjtën kohë, keni edhe mua dhe Katin aty në cep. Shikoni, keni edhe videot, keni edhe recetat, keni edhe fotot ilustruese të gatimeve që mbeten pa përfunduar. Jemi në rregull. Mirë, tani e çojmë në furrë. I hodhëm dhe copzat e gjalpit edhe kemi gati për ta vendosur në furrë. Tham temperatura 200 gradë 35, do ta shikoni vetë, me thënë në momenti që është bërë gati. Kujdes duart, Kati. Faleminderit, Anila. Tani filloj me recetën e radhës, që edhe kjo është shumë e mirë. Ta lexoj pak shpejt e shpejt? Lexoj, Anila, sa unë filloj, do me thënë që të heq pak. Të shojmë pak recetat, i kemi parë në pjesën e parë, po ju japim kohë të ri lexojmë së bashku. Tani do të bëjmë një recet me lakër të bardhë dhe me krem beshamel, 1 kokër lakër e vogël, 3 lugë supe vaj, 2 lugë çaj piper të kuj speci, 1 lugë supe mikserzash, 1 qep, 1 lugë supë gjalp, 1 lugë supë miell, 300 ml qumësht, 150 ml pana ose 400 ml qumësht dhe 100 gram me djath kaçkavall. Kjo është receta e lakërës së bardhë, që unë mendoj të nisi me njërë nga puna, me qënë se nuk kemi shumë kohë. I mora unë që të mos... Nuk u vure refare, Kati. Jo. I mora direkt sepse e thash nga që s'kemi shumë kohë. S'kemi kohë, hajde nisi me njërë. Ja, fillojnë. Atere, qëra duhet? Lakër? Lakër dhe qepa që kam aty, kri piper, qumshti, mielli, gjalp, vaj. Po tu dash ka gjithë shtëpia? Jo se nuk kemi në një gjithë madhe. Ja, lakër. Tjetër që më the? Qumshtin ta kemi këtu, gjalpin e kam këtu. Kjo në dhe për beshamelin? Po. Një luk do na duhet këtu, sepse do të bëhet një beshamel i hollë. Po për çfarë i ke? Ato më ngelën, doja që të tregoja dhe me thënë se si mund të përgatisim patëllxhanët, një salat. E mora me mend. Një salat që vetur ca patëllxhan nga përgatitja e Musakas. Bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Që perimet edhe kungulli dhe patatet, nëse bëni më shumë se ç'duhet, asnjëherë nuk shkojnë tepër, se me pak erza, vaj ulliri, me çik limon. Bëhet shumë e mirë. Kemi një shije, kemi. Atëherë, ngrohet vaj dhe vendosim domethënë pjesën e lakrës fillimisht. Ja t'i hedhim kështu shpejt e shpejt. Do ta spërkasim se duam domethënë që të zbutet. Mund t'i hidhni pjesë juve në shtëpi. Domethënë që të marrim. Po, edhe se lakra fillon edhe e humbë volumin me njëherë, bie, sa po të filloj të nxehet temperatura. Ti hedh pak krip. Bëjnë shumë të shishme edhe këto. Tu t'i shtojmë pak piper të zi. Edhe piper të kuq. Këtë ma një lukë mos të skuq duart. Nuk ka problem se e do me bollok, me thënë, i shkon shumë kjo. Piperi kuq. Tani do t'a lëm pak që të na zbutet, marrë pak të pinsetën këtu. Dhe kohë që unë kam pregatitur kam vendosur në furrë që të na bëhet gati për të treguar, do me thënë edhe në fund se si do të Kështu që ne këtë do t'a tregojmë të përfunduar si recet. Do t'a kemi të përfunduar, thjesht këtu tani duhet kjo zbutur. As uja zgjë? Jo. E se kanë lëngje vetë këto. Ai mirë, okej. Pastaj do heqim këto ne dhe do hedhim qepën që t'ka vërdisim bashkë edhe me mielli të bëjmë si thuash një lloj beshameli. Dhe do t'i shtrojmë tek tava. Të marrë dhe atë tavën ta kem gati këtu sa të na bëhet na zbutet kjo. Do këtë apo jo? Jo. Do vendoset në furrë, po ajo është e madhe, kështu që do marrim një më të vogël. Okej, në rregull. Pra kjo është një ndër ato recetat e shpejta,
Kati, po? Po. Që bëhet shumë shpejt dhe do pak përbërës. Pra lakër, qep, erza, gjalpi qumshi mielli nga pak, sepse do bëjmë ato beshamelin me qep në këtë rast, e vendosim në furrë dhe shumë shpejt kemi bërë një recet. Aty themi neve qumësht edhe pana, do me thënë, ose të dyja, ose nëse s'kemi vetëm me qumësht, nuk ka problem. Pra na i them ose njërën ose tjetërën, kur e kemi mund të kombinojmë faktikisht, se tjetër shi e ka njëra, tjetër, apo kur përdorim edhe gjalp, është e njëjta gjë, si që kam thënë dhe herë tjetër, që pana çështë është një qumësht me yndyrën më të lartë. Kështu që përdorim edhe gjalpin. Pakës parë, nuk e si jemi me konë, të tregoj për punën e këtyre. Thash për punën e patëllxhanëve. Në minutën e fundit, 2 minuta kohë. Përzijem në një enë uthull, 90% uthull, 1% do me thënë në ujë, që të thetë nëse të kemi një gotë, një filxhan të çajit, më mirë se të është shumë, që përdoren dhe varet nga shumë nga sasia që kemi të kafes të çajit e ashtu. Nëse kemi 1/4 e filxhanit i hedhim ujë dhe 3/4 i hedhim uthull. Edhe i vendosim me radhë patëllxhanët, thërmojmë hudhër, hedhim hudhër, nëse doni mund të shtoni akoma dhe specë të kuq gogozhare, i shkon jashtëzakonisht shumë, edhe majdanoz. Bëni shtresën e parë me këto patëllxhanët, e spërkasni me ujë dhe me uthull, vendosni hudhra, spec gogozhar edhe majdanoz e spërkasni atë, përsëri shtresën tjetër dhe do me thënë sa të na mbarojnë patëllxhanët. I vendosni në furrë, në frigorifer, se thamë në ngelim në furrë, të qëndrojnë për një ditë, të nesërme keni një sallatë fantastike, shumë të mirë, vetëm me ujë dhe me uthull. Më shumë uthull dhe shumë. Dhe sigurisht, pastaj kur do i servini me pak vaj ulliri. I servini, mos ja hidhni vajin e ullirit brenda. Tani. Po më thua, Janila. Jo. Kemi kohë, nuk e di nëse mund të na jepni 2 minuta kohë nga kohaj që kemi në dispozicion, i kemi. Këto zbuten, do shta të zbuten edhe pak edhe më shumë, do të ishte mirë. Okej, dhe pastaj po në ato tigane do të kalojmë qepën, ne do të tregojmë, do me thënë, të shpejtuara, këto hapa. Okej, ndërkohë ti nxjerrun nga furra? Po mund të nxjerrësh atë poshtë, Anila, tavën e vogël. Pra këtë që po gatuajmë, Kati e përgatiti pak më herët për ta treguar të përfunduar, sepse e pam që koha nuk do t'ishte në favorin ton. Hedhim qepën. Po sa e mirë dil ka, Kati? Dele mirë, dela jo shumë mirë, ja do t'a tregojmë thjesht. Pra kjo është gatimi me lakër që po bëjmë tani. Me beshamel sipër, djath kaçkavalla po jo. Me piper të kuq, shumë e mirë duket. Shumë e mirë. Dhe sa e thjesht, me pak përbërës, lakër, qep, erza. Atyre të dashuran visa, pasi do me thënë kemi bërë këtë hapin e parë që kemi ka përdisur me vaj, me krip edhe me piper të kuq. Unë po e nxjerr edhe musakan. Të cilën e kemi këtu në fetëza, të zbutet edhe kjo. I shtojmë edhe këtu pakës krip, kripën e hedhim në mënyrë graduale në të gjitha, do me thënë, stadjet. Hedhim edhe pak piper. Tani. Pasi është zbutur, do shtojmë dhe një lugë miell. Në të vërtet, musakaja do më ende të pishet, por ne e nxorëm për ta treguar me qënë se jemi në përfundim. Këtu të qepa, pasi qepa do me thënë të karamelizohet, të zbutet, do të shtoni edhe një lugë miell, një lugë gjalp. Shtojmë edhe gjalpin. Dhe kjo është ajo beshamela që bëhet, sepse mbasi kemi shtuar gjalpin që të ka vërdiset mielli me qepët, me gjalpin, me këto, do shtojmë qumësh që të bëhet një krem, një beshamel. Dhe pastaj do t'ja shtojmë sipër? Këtë do t'ja shtojmë sipër, do t'a vendosim në furrë me një letër kuzhine, shumë thjesht, shumë shpejt, por ju garantoj që bëhet shumë e shishme. Atëherë, shtojmë edhe qumshin dhe e mbyllim këtu, sepse besoj teorikisht ne e shpjeguam dhe për fat e kemi edhe të përfunduar si tavë. Një sekond, Anila, thjesht sa tuat hedhim dhe këtu sipër edhe, si jemi, mbaroj do më thënë koha jonë. E kemi kaluar, pra lidhet salca tani, dhe pasi merë, do më thënë, 1-2 valë, e hedhim direkt sipër. Edhe djatë kaçkavall në fund fare edhe në furrë. Mirë është që këto lloj tava ti mbuloni ose me një letër kuzhine, ose me kapak nëse keni ato tava të cilat janë me kapak. Okej. Të bëjmë përshëndetjen tani? Filloj Anila, bëje ti apo duhet ta bëj? Unë s'kam që the, mund të kthehem prap. Ashtu.
Ti duhet të thuash. Ja, kështu. Ajtë gatë, se s'kemi ko. Erdhëm. Hajde. Ta afrojmë edhe këtë diku këtu. S'ka që, ajo, ka akoma pakës pun, me gjitha të, kjo do të dajtë kështu. Edhe, ja, djathin sipër. Në furn, edhe në furn me kapak duhet, me pa tjetër me kapak. Edhe do të keni gati një pjatë shumë e shishme, e shëndeshme, e shpejt dhe ekonomike mbi të gjitha, por gjithmonë gatime duhet jenë edhe të shëndeshme, kjo është kryesore. Atëherë të dashuran visa, to ishin recetat që neve përsollëm për juve sot, ju uroj një ditë bukur në vijim. Nga unë Katerina miru pafshim dhe miru takoshim këtu nesër me Anilën time, si gjithmonë. Kënaqësi Anil. Tesja i me Kati, të lumë shënduart edhe për sot. Nesër me gatime të reja, tani është koha për një hapësirë publicitare, unë do kthej me 3 të ftuar në studio dhe me një temë interesante pas pak.